Përmirësimi i infrastrukturës rrugore në viset rurale ka për qëllim krijimin e kushteve më të mira të jetesës në fshatra. Jo vetëm kaq, asfaltimi i rrugëve në viset rurale mundëson ndërmarrjet dhe investimet në turizëm rural. Në këtë prizë, Ministria e Infrastrukturës Rrugore në vitin 2014 ka investuar për asfaltim të rrugës nga fshati Molliç i Gjakovës, thellë në Bredi rreth Alpeve shqiptare me natyrë peisazhesh e bukuri të rralla prallore. Rrim ky restoran këtu në Potok, sa ka fshatin e parë afër? Largësia për fshatit parë, fshatit Molliç është 3 kilometra. Rruga zigzake, rruga është me leçe, rruga është asfaltuar para 2 vitesh. Para 2 vitesh ka qenë problem shumë i madh rruga, se këto restorani është i hapur qysh nga viti 2008, po para 2 vite e ka shtruar Ministria e Infrastrukturës, e ka shtruar kryesisht trasen Potok Molliç. Dhe është domethënë një pasuri e madhe dhe rruga është. Kjo është një mbështetje shumë e fortë për biznesin në Kosovë, se këtu ka qenë zonë shumë e thellë, rruga ka qenë shumë e pakalueshme, me probleme, me vështirësi, po tash janë shumë një ndihmë shumë e madhe. Frekuentuesit këtu i regjistruar syrës nga Joniku, ka dhe nga mjedisi tjetër të Kosovës, ani pse është larg. Unë kisha më thonë se tash është klientela nga gjithë Kosova. Bile mos themi edhe nga Tirana është hap klientela, ka për vitit 2008, fshati Potok tash të themi restorani ka bën një emër me ushqim, ushqimi është shumë i shijshëm, ushqime tradicionale dhe peshku ka një shije shumë të veçantë. Edhe natyrisht që këto janë karakteristika, këto janë faktor që kanë ndiku në vizitor që thatë edhe nga Tirana dhe nga mjedisi tjera. Po, sigurisht kanë ndikuar gjitha përgjithësi, po është edhe natyra një element shumë i rëndësishëm. Se në Potok është natyra shumë është relaksuese, është ari shumë i pastër, qetësi e madhe. Vera po përfundon natyrisht ka edhe rënje të fluksit të vizitorëve. Po sigurisht, janë ata nga diaspora kryesisht që frekuentojnë këtu. Muj korrekt dhe gosh kanë qenë muj maksimal për një biznes në Kosovë, bile në këtë pjesë ku është në zonë e thellë natyra ka qenë ekstrem, themi se ka pas frekuentues shumë të mëdhej. Tash kanë filluar më u kthy diaspora, normal që edhe bjen pak frekuentimi, po megjithatë punojmë edhe në vazhdimsi. Por edhe punojnë, vinë këtu në vizita gjatë vikendeve natyrisht. Po sigurisht, vikendet janë më të ngarkuara, po ka kryesisht gjatë javës, po vikendet janë më të ngarkuara.